Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kush e vrau Azem Hajdarin? Misteri i pazgjidhur i shekullit. Përpara se të hyjmë në këto detaje, le të kujtojmë për brezin e ri se kush është Azem Hajdari. Azem Hajdari ka qenë lider i lëvizjes studentore në vitet 90-91 që çoi drejt rënies së regjimit komunist në Shqipëri. Mëtej ai u bë një politikan i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Por pjesa që bëri më shumë bujë ishte pikërisht vrasja e tij. Sot bëhen plot 27 vite nga vrasja e deputetit demokrat Azem Hajdari afër selisë së PD-s, pas një konflikti që hetimet më shumë se politik e nxorën si një debat dhe sherrë të nisur hershëm mes familjes Haklaj dhe ish-kryeministrit Sali Berisha për periudhën kur ishte kreu i PD-s në opozit. PD-ja dhe opozita së bashku me familjen mbajtën sigurisht homazhe në humbjen e tij të jetës. Por a mjaftoi kjo gjë? Le të kujtojmë për atë kohë dhe se si ndodhen të gjitha rrethanat e vrasjes së tij. Risillen sigurisht çdo vit dinamika të ngjarjes së 12 shtatorit vitit 98, e cila është cilësuar edhe nga shkrimtari Ismail Kadare si vrasja e shekullit. Ditën e vrasjes, Azem Hajdari ndodhej në qytetin e Fierit, ku edhe merrte pjesë të një miting të organizuar nga Partia Demokratike, më pas u ndal në Lushnjë dhe më pas dite mbërriti në Tiranë. Në mbrëmje u kthye në zyrën e tij në selinë e Partisë Demokratike, ku po zhvillonte takime të tjera, por shkëputet vetëm pak për të takuar bashkëshorten e tij, e cila ishte në pritje të një djali dhe dy fëmijët e tjerë, Rudinën dhe djalin e madh, Kiryaldin. Pas takimit me ta rreth orës 20, në seli afrohet një mjet me targa të Vlorës, brenda të cilit ndodheshin Fatmir Haklaj, Naim Çangu dhe Jaho Mulosmani. Sipas motrës së Fatmirit, Zylfie, i vëllai nuk ishte shkuar për të vrarë askënd, por do të takonte një mikun e tyre që kurrë nuk e përmendi me emër se për cilin bëhej fjalë. I informuar nga dikush, nuk dihet se përse, nga selia e PD-s del Azem Hajdari me dy truprojat e tij, Zenel Nezën dhe Besim Çerjen. Flitet se dikush e kishte marrë në telefon dhe i kishte kërkuar që të dilte jashtë, por nuk u mor vesh kurrë se cili ishte informatori. Këtu hyn në lojë edhe Izet Haxhia, i cili akuzohet se ka qenë pikërisht personi që e ka nxjerrë në prit deputetin demokrat, akuzaj që i ka mohuar edhe në procesin e tij gjyqësor. Ai u shpreh në proces: "Nuk e nxora unë Azem Hajdari në prit. Para se të vritej Hajdari ishte në takim me Sali Berishën. Azemi u njoftua se jashtë PD-s ishte një mjet me tritol. Kur e informoi këshilltari ishte në zyrën e Berishës. Kur doli te makina, Azemi trokiti te xhami. Ja Mulsolmani ishte shoferi i makinës dhe nuk qelloi. Ai që qelloi ishte Fatmir Haklaj. Kur ndodhi ngjarja, unë isha me Halil Haklajn, vëllain e madh të Fatmirit." Informuar nga kush nuk dihet, por Azem Hajdari doli nga yja kryesore e selisë së Partisë Demokratike dhe u drejtua për në anën e mjetit drejt makinës, duke trokitur në xham. Në këtë moment nga mjeti, Fatmir Haklaj dhe i afrohet me një kalashnikov në duar. Më pas në të djathtë të tij supozohet të jetë afruar edhe Jaho Mulosmani dhe në të majt Naim Çangu, që të dytë armatosur. Në këto momente Besim Çerja, truproja i vendosur në anën e majt të Azem Hajdarit, bllokon armën e Fatmir Haklajt, duke e kapur fort me të dyja duart. Drejtimi i tytës së kësaj arme shihet faktikisht edhe nëpër kamera në krahun ku gjendej Zenel Neza dhe Naim Çangu, dhe nga e djathta në të majt të Fatmir Haklajt, ku shihet se Fatmirit i bllokohet arma. Këtu ndodh një fenomen shumë i rrallë. Edhe pse i vdekur, Besim Çerja vazhdon të mbajë të bllokuar armën e Fatmir Haklajt, se duket që kjo ishte komanda e fundit e dhënë nga truri.
Në dëshpërime sipër Fatmir Haklaj tërheq këmbëzën e Kalashnikovit duke realizuar qitje të pakontrolluara që kanë kapur padashje edhe Zenel Nezën, mikun e tij, gjithashtu dhe Naim Çangun. Pasi Fatmir Haklaj e shkëput armën nga duart e Besim Çerjas, bashkë me Jaho Mul Osmanin, qëllojnë mbi Azem Hajdarin që bëhet viktima e fundit e atentatit. Plumbi i parë ka kapur Azem Hajdarin në dorë, të cilën duket se ai e ka ngritur instinktivisht për t'u mbrojtur, ndërsa të tjerët i morin në trup që i kushtuan edhe vdekjen. Pasi ka mbaruar punë, Fatmir Haklaj ka parë që kishte plagosur edhe mikun e tij, të cilin e ka tërhequr zvar deri në makinë duke e çuar në spital, por ai ndroi jetë në spital disa orë më pas. Më vonë, Aisha Haklaj shprehet në një rrëfim duke thënë: kur e kam pyetur për vrasjen e Azem Hajdarit, kur i thash që morem qafë të tjerët që ai kishte me vete, ai më është drejtuar: kur një njeri të sulmon për ta marrë jetën, çfarë do bësh ti? Do t'i ngresh duart lart apo do t'i thuash këtu jam, vetëm bjeri kamzës? Dhe koka e tij e varur ndoshta gjysmë ore nuk e ka ngritur, tregon Aisha. Megjithatë, të dyja motrat, edhe pse kundër ekspertizës, mohojnë se në vrasjen e Hajdarit dhe Çerjes të kenë marrë pjesë Mul Osmani dhe Naim Çangu, ndërsa gishtin e vrasjes përveç vëllait të tyre e drejtojnë nga Sali Berisha. Por asnjë nuk i e përgjigje pyetjes pse doli Arselisa Azem Hajdari, dhe për këtë ka disa teori që qarkullojnë në rrjet. Izet Haxhia tha se Fatmiri donte të takonte dy persona, konkretisht Myftar Lumneshin dhe Dem Dollapin, për një kasetë regjistruar në vitin 97 në Tropoj. Ai shprehet, bëhet fjala për një kasetë ku është regjistruar Berisha. Kaseta e 97-s ku është regjistruar Berisha në Tropoj dhe thot: "Ma sillni ose gjallë ose të vdekur." Pra për shkëlqim Haklajn. Atë e ka regjistruar një njeri afërt i Berishës sepse unë nuk kam qenë atë miting. Dem Dollapi ja kishte thënë që do ju jepte Haklajve. Bënte me dia Sokoja Haxhiu. Ndërsa të tjerët pretendojnë se kjo ishte përgjigjja që Hajdari priste nga Muharrem Haklaj, me të cilën kishte pasur një takim në zyrën e tij, ku duke vënë dorën mbi statujën e Dervish Luzhës, i kishte premtuar se nuk kishte gisht në vrasjen e shkëlqimit, por gjithashtu i kishte pohuar se vrasja ka dalë nga këtu. Në pritje të përgjigjes, mendohet se Haklajt mund të mos e kenë besuar versionin e tij për vrasjen e të vëllait. Megjithatë, i ekzistojnë aludime, pasi edhe sot nuk dihet arsyeja e vërtetë. I vetmi që mund të flasë është truproja e Hajdarit, i cili shpëtoi plumbave, Zenel Neza. Por ai ka dhënë vetëm një dëshmi në spital për Sali Berishën dhe sot vazhdon jetën e tij jashtë vendit duke mos u shfaqur më kurrë. Ndërsa vetë Berisha gjithashtu ka dëshmuar një herë, por shumë vonë ka drejtuar gishtin nga fisi Haklaj. Në të gjithë retorikat e tij të politikës së kohës, Berisha ja atribuonte vrasjen Fatos Klosit dhe Fatos Nanos, pa përmendur kurrë me emër fisin nga Tropoja, me të cilin duket se kishte nisur një luftë në distancë. Zulfia Haklaj tregon: Jao ka qenë shef rendi. Ka thënë Jaho Mul Osmani, ka dashur të bëj politik. Ai e di që Jaho s'ka pasur asnjë ndikim në vrasjen e Azem Hajdarit. Megjithatë, ngjarja u mbyll në një proces gjyqësor maraton për atentatin që u cilësuan fajtor Mul Osmani, i cili u dënua me burg për jetë, si dhe dy vëllezërit Ismet dhe Izet Haxhia, që u dënuan përkatësisht me 20 dhe 25 vite heqje lirie. Mas kjo që ndryshoi pas 21 vitesh për Izetin, ndërsa vllai i tyre i tretë, Isa Mejdini, u dënua vetëm për armbajtje pa leje. I vetmi që u shpalli pafajshëm për ngjarjen e shekullit ishte Fatmir Meta. Madje u dëmshpërblua me rreth 24 milion lekë të vjetra për burgim të padrejtë, pasi kaloi 472 ditë në qeli. Fatmir Meta ka kryer detyrën e shefit të komisariatit të Tropojës në kohën kur ndodhi vrasja e deputetit Hajdari. Pak ditë para ngjarjes, ai ndodhej në Tiranë dhe prokurorët e çështjes pretenduan se ai kishte ndihmuar duke i dhënë makinën dhe celularin e tij të pandehurit Jaho Mul Osmani. Por gjatë procesit nuk u vërtetua fajësia e Metës menjëherë pas shpalljes së vendimit.